E di qenje këtë vend është vend takimi yt, po tash s'ki mu taku ma me krimin ton të vogël. Tash ky vend ka met veç kujtim. Hej, shikon djathën tonë. Zonja hetuse. Tik, tak. Jeni të më kesh kuptu mëre? Më kesh kuptani që kërën s'po du mu ak marë për familjen, për Leonin, për ty, për babën. Po ve flamur, po du mu ak marë, po të njëjtin kur nuk po du me hup kërkan. E si do mos Leonin, që me qatë vullnet që e ka, shumë let mundet me ka një vram. Që ka më na vynë tani, vrat, betare, as vrat, bashkur që hesh nuk na vynë. Ti po më nësi që të sysh ka më vrat dikush prej neve. Që ka dim na, ve flamur? Qa ka të rejtëri? Kemi nevoj për armë, edhe atë urgjent. Sa urgjent? Tash, me njëherë. Tasht me njëherë nuk ka që kom diçka shumë. Pas sa pjo duhet juve. Qka ki me veti tash? Sot na dojnë pa tjetër armë, që ashtu është puna. Unë e kom, por nuk kom shumë. Unë punoj me porosi. Për 3-4 ditë, ja sjellë ato që doni, sa të moja doni, ka problem. Pak janë këtu. O, Zot janë, pse po m'duhet apet me pak e ditë? Krejt jeta jam u konë luht. Kundar atyne që na më hunë gjuhën, tokën, nderin. Kundar regjimeve që na trajtonin si të huaj në shpinë tonë. E unë, gjithmonë kam ecë për para. Pa e këthy kryt, asa nej, as kënej. E sot po më dhamë në zemra. Luanin e kam rrit me duhet lymen gjak luftës. E kam premtu se kam e marrë drejtësi për familjen e vetë. E kam premtu se s'ka me met as një hije pashlyshme në shpirtin e ti. Po, e kam atë ditë që premtimi jem ka mu këthy si thikë në fyt. Jo, se kam ditë. Petari, djalli që s'ka pas kur zemër. A i vraut pa fajshëm. Fëmi, gratë. A i amori krejt Luanit. E tash djali po do në mja këthy borshin. Po, a ka drejtësi në këtë punë? A veç gjak pas gjaku? Djemë të mi po i shoh t'u përgatit. I shoh t'u i majt armën të ndurë. Bashë si kur unë dikur në luft. Po, nuk janë thëmima. Nuk janë si atëherë kur i kam su me fole me ecë. Tash janë borë. E unë s'kam ma fuqi me i nalë. Hajde ma shpejt. Do të më shku me në zonë sa nuk shkrep në i pjom. Nuk e den ti o gëzem nuk e den alarmohet krejt veri ju. Hajde ma shpejt. O, Luan. Këto kam pomjet mirë të venet ku kam u taku i vone me njerë në lakët. Okej, pa i presim këto. Po, a i veç vet nuk vjen këto. Vjen me njerës të ti. E vërtet, po na dohet me jek njerës të ti. E jo i vone njerë. Aqi, më jo shpinë në Luanit. Unë e trimi po i ma thellë.
që do t'i kun janë. Pëse jo afrim. Shkëm në alqinej. Gzim, Jeton. Ku është Luani? Luani është manalt. Veç vazhdani drejt, rrugë ju qëtë të Luani. Ku është Luani? Luan, Hart, qa më bëti këtu? Po t'lut na shumë, të reqë. Ky plan është vëdvrase për këtë neve, Luan. Nuk moj më të rejkë, dhem. Nuk moj më të rejkë. A mi veç 2 ditë ku, Luan. Po të betona që e kam një plan shumë atë mirë, shumë atë sigur se ky sonte. E kupton që jem të rëthun, Luan. Një shrepi e plumit edhe asnjë nuk dalim gjallë për këtujt. A ja vlen me hub ka shumë njerëz për një njeri që na po doj me vra? E që nuk di sigur të e vrojmë, Luan. Klut na, Luan, të rrequ. E kanë shanjë, Gzim. Nuk moj më të rejkë. Këthenu jo, sa keni ku. Luan, lutna. Lutna nga eksimin, hajde këthejeme, lutna veç qëtë herë nga eksimin. Luan, të betona në zëtë që krejt policin ka me angazhu veç me të një mu. Luan, lutna veç qëtë herë. Hajde po këthejeme në shpe. Vra për vra, Luan. Vraja mu të parin. Bili ju tjertë pështani. Pun nuk të rhjek në pejsaj. Jepi, Luan. Jepi. Pa vra ona nuk kam e dekër kusht tjetër ishte. Jepi, Luan. Kushat e dyrt? Na, jem o po. Jeton, djem. Qka u këthyt ka qeret? A kryt pun? Kur gja, bab? U këthym. Nuk e shkrapëm as një plëm. Follimare? Luan, qka u bo? Nuk shkoj puna mira? Jo, bab, e gun gëzimin. Kena mu njës apet mas 2 dite. Gëzimi ka një plan ma të mirë. A se pas ka pasër riska qenë. Po kena me kry këtë punë. Edhe ko ka bo mirë, pregaditu me dhe ma mirë. Luan, mos u mërzit djali jem. Kena me kry këtë punë. Vizdurin. Shko pas flaj se e lodhë dhe te. Hajdini edhe ju. Hajdini blanë.
Luan. Krytët punë me njerën e lakit. A do në me pi diçka? Po, bashkë kisha pi diçka. Çka janë këto ftyra? Ka ndodhur diçka? Nuk mujtë mu taku me njerës e lakit. Nuk erdhën hiç në takim. A një dojnë venin e njëjtë? Mëse keni gabu venin? Qysh mujna me gabu venin të renton, shef? Aj vetë caktoj këtë pikë. Pritom, nuk erdha s'kush, për çta erdha më të kallëzu ty? Shqiptart. Tradhtar. Shqiptari i mirë është veç shqiptari i vdekun, mojen men. Qashtu është, shef, pajtona me ty. Bilem të menu me këput gjdo bashkëpunim që kena me ta. Çdo bashkëpunim. Letë e kiti. Nuk muj me këput bashkëpunimin. Duhet me bashkëpunu me ta, pa tjetër. Para luftës e kemi pas shumë ma mirë. Tar s'kem qare pa bashkëpunu. Nuk e di pse nuk erdhën. Qa ka mujtë me nga tradhu laki? Nuk e di. Seriozisht nuk e di. Vetë betë caktoj këtë takim? Edhe nuk erdhë. As nuk u lajmëru që sa shu ardhë. Se di, nuk ati ardhë e Ramir që saj. Mirë e ki, Vladimir. Ashtu është mirë me këput bashkëpunimin me laki. Edhe ashtu s'po më pëlqen mënyra se qysh po komunikon ai përmes tjetër kujt, e nuk po vjen vetë direkt. Ti mirë po thume me këput bashkëpunim, po kush ka mu kanë mas lakit? Kush do koftë? Gjdoj diti person Kosovë kish me pranu me bashkëpunu me Barna. Kollaj është. O Vladimir, nuk është problemi veç se të Barnat. Ka dhe një problem tjetër. Duhet me e gjetë dikan që do t'i vronë 2 shqiptarë për neve. Vrasje. Kjo puna e Barna kollaja, shef, po nësa për vrasje, kjo është pak ma serioze. Besoj që kërkon edhe një kosto tjetër. Puna e vrasjeve me komplikon pak situatën. E komplikon, pa dyshim. Ata janë familje respektushme, janë familje ndeshme, sidomos në atë rrethin atje. Se për vrasje nuk është problem, po Ahmeti është heroi i luftës për ta monin men. E po atëherë, s'na pas Ahmet, zgjidhje tjetër. Vish mi përvel krate na me shku atje. Direkt në aksion. I lokalizojmë, i përcjellmi disa ditë, edhe i pastrojna. S'kisha pritu për ty, shef, mi ekzekutu. Nësë një moment. Shaje, pota. Veç mja shkrip. Nuk ka qaq e thjesht, jo. Shaje pate, po jo personin që ti donë. Shaje pate Ivanën, jo petarin Luan. Edhe shkrepi ka mujt me ka në fundit për ty. Nuk e di ma të ason as te. Nështë aja shkrepja kon shkrepja e duhen. Që korë njët mu nuk na vjen e mundësi. E që për pak sekunda kjo të bo realitet. E duhuna. Ose e fundit. Po mire ki. Nuk e ti në ason as te. Veç një san e di që papasoja të mëllaj nuk ish kry kësan. Qajo pjesë ku ke hite që aty, Luan. Aty non-stop qarkullojnë serbt.
të dy anë të malit, kontrabandista. Edhe të herë njerë spetarit. E të të ma mirë se unë kush e kontrolon kontrabandën veri. Asnjëherë, në asnjë formë tjetër, s'kish me kalu pa pasoja. Dihet ajo punë. Ke vendimi shpejt edhe i këtë shumë lanë. Nuk bëhen këto punë kështu me ufëri. As te ma shumë thoni nuk ki qef mak merë për shpëtimin. Po s'bën qështu. Hajde që shpirti jo të s'po dëllimët. Po me ha rreziku jetën krejt jemve të familjes. Nuk është në rregull. Të paktën tash kemi kohë më shumë. Me menu më mirë, me planifiku më mirë. Ti e ke u bërë në orta. Gjithë shka ka ndryshu të ti. Gjithë më kërë mështet. Tash nuk e bëhë këndër. Nuk e di që ka ndodhë. Së të mas ditëve të fundi nuk i e ma njëjta. E nuk e di është arsyeja i fëmi. Ma që ka ndodhë orta. Unë jam gjithmonë këto për ty lanë. Me të mbështetë. A nësë është nevoja deri në vdekja, ka me konë me ty. Ti e den këtë sanë. Ama po është e vërtetë. Ky fëmijë ka ndryshuar shumë sanë. Nuk e meriton me pas jetën që e kena pas na. Na jena konë sakrifica e lirisë që e gëzojnë asat. Ky s'ka nevoj me jetu me sakrifica. E kena kryu na në bolë. S'po duke me konë pjesë që saj. Mirë më ngjesi, Luana, ke pushu. Çfarë pushu me garant të natën, që tu ka ne? Faleminderit, Valgun. Ju bofshin mirë. Mirë më ngjesi, Zem. Mëngjes. Zem, Mëngjes jam apo shut? Ku je të shku? I kam do punë, nuk vanon është. Ki punë? Po. Na jena të e prit planin tanë. Sa të luan? Zvanon është. Flamar, e di vëlla që. E di edhe që ishte sumë për mbram. Edhe vetë jam. Edhe vetë ton natën s'këm fletë për malakut. Ndash me lujt. A më prapë si dije se nështë se kem pas moment. shumë ku ka lejtë të e prit momentin. Nashta momenti bëhet prej neve. Me di, kemi folë shumë, laba, po nuk unë parë gjithë shka prej neve, Luan. E ke pa në ndodhen shumë gjana, që nuk në lanë më marë me verion. Flamar, dohet me vepru shumë shpejt. Shumë shpejt. Çdo ditë që kalon. E na nuk vendosëm për këtë plan rrezikoj mos me bombë. Dikush prej familjes. Mundet me u ftof. Trimja, që po dinë dikush prej djemve. Nuk na mujnë me apritat të njëtën deri sa të vendosëm na. Nga Luan, nuk e di çfarë plani ka gëzimi.
Amo një e di, qëfar do qofë plani është ai. Une po të premtoj që na keme shku në veri. Edhe në kofë puna si prom keme shku pa pik plani, keme hitë e betari edhe keme vrat qenë. Besën për tepë. Flamur, e di për ty, edhe nuk dyshojnë ty në asë një moment, se ti e ke provu edhe vetë liksin e betarit. Po këta tjertë nuk e kam provu. Këta veç e ka një. E këto është rreziku. Që ti kush prej neve mundet më uftof për me vra betarin. Nuk i lojmë na uftof, na si lojmë uftof. Edhe s'ftofen, se një familjen tem. E një shumë mirë. Ne në bashkum luan. Edhe ma e mend, se cili prej kësaj familje është në gjendje me jep jetën për ty. Sot du me pregadit bukën për juve. Qa po ki qef me të bo? Përgadit qka dush i gru, po qka do që të përgaditsh, nuk kam shije për kurqa. E di, po duheni me hongër. Ju duhet forca. Duheni me kont fort atje. Pa buk nuk mundeni. Sot, po kom qef me ju përgadit diçka prej durve të mija. Përgadit qka dush, bergru, po nashta është hera fundit që po ham buk pe i durve tua. Pe aty në durve që nuk u dërzun kur pe me. Jo që nuk u dërzuan, po u bon krah për mu. Ti e kon shtylla jam. Ti më ke shty edhe atëherë kur nuk jom ka një sigurt. Unë e di që ti mundesh. Ti nuk dorëzohesh. Nëse dorëzohesh ti, dorëzohen edhe ata tjerë mas të je. Për këtë arsye, të kom shty edhe atëherë kur se koni sigurt. Po të bëj të lash, po apo në bën një fli. Mati s'kam hangër fli pe i durve tua. I ban flijat e mira. Kismet, sot kom e bo fli. Faleminderit. Çka ndodhi pëse që shkojmë branë? Je nisë në veri pa mu. S'ka ndosh me marrë me veti. Po e kuptova lojën e tyne edhe bashkë me artën këna më rrimë në shku në veri. Fati i mirë si më rritë minarët pa e shkrej pas një plan. Shumë mirë, bashkë për mje mirë që nuk ka ndodhë diçka e keqe se po të qa. Po vera veç kjo nuk do me thonë që na këna më dërhek për gjithmonë prej planit të për veri. Shumë gjasë si na më njësë prapë nesër për veri. Krejt që kom rrimë e bo është me i binë, mës më reagu në afekt që ka që. E qka është plani tash këthem, se du të më njësë prapë për veri? Nuk e di ra. Thjesht duhet një plan tjetër që mos me pas luftime ball për ball me ta, se për një me qashtu i më dekun krejt. Nesër me nxes njësimi për veri tjetër. E qa është plani këthem, qa është aj plan? Nuk më ta thonë tash era. E kom në qatë plan, jenë të mbrit veç mu, du të më këthy sa ma shpejt në shpe, po kështu be herën kom pram gjatë rrugës. Më doke që kom zbulu diçka në lidhje me vlla Mardianit. Qka është e qka të zbulu? Për momentin që më ke kallëzu për artën, për me e pashë s'hile saj ke shumë e çuditshme. Edhe nuk e di pse jam i bindur që shpëtimi kolegu i artës nuk është i vranë prej veriut, po më konkretisht prej i banit. Më shumë gjas vllai Ardianit e ka vrarë.
A ke fol me Artën? Jo, nuk kom fol me Artën për këtë punë, veç ta në kohën e kom përcjellë, kom pa që Arta nuk është më e njëjta, Arta ka si lloj komplet çuditshme. Për çfarë po them? Mua më mendja që shpëtimi nuk është i vranë për i veriut. Vllai Ardianit e ka vrarë, edhe më shumë gjas, i ka shfaq edhe Artës. Veç një sen është kam brenë, pse s'po kallëzon. Është ç'është ka enal, është ka tutet, nuk e di. Nuk e di asnjë s'po më kuptoj. Po minoj dyqysh mos e ka kërcnu. Ajo është pjesë e policisë këzem edhe ajo është dashtë më kanë më e mbrojt nëse krit në tjertë. Është vetë fakti që na nuk kena të mbrojtën si ajo. Është ta është s'po kallëzon. Ka kuptim kjo shape i thunë. Po, atëherë ka mundësi që nuk e di. Mira. Ka. Për me nuk e di shka më shku situata në veri atje. Më ndodhë që edhe nuk fejna heq. Më tira me folë veç për çështjen e Artës. Arta ka nevojë shumë për neve. Nëse na nuk fejom, ti do të shmu bo kraj i Artës. E ti se ti një mon, ka nevojë për neve ajo. Qysh e gjenë mënyrën të edin. A më dush minimum. Gzem, se për mi thu këtu fjallë cikur më kanë të fundit. Nëse ti nuk kthehesh, po kërkon prej meja më kujdes për dikon tjetër. Ku në atë rast, unë do të më kujdes për vetën tem, me mungesën tane. Është në dorën tonë kjo brejrën. Nuk e di që shkon situata atje, dhe prapë se prapë, çfarë do plani që e kemi nuk është e lehtë më shku në veri. Një sen të shme ditë, që kjo puna me Artën s'po në marrë vesh kërkush. Ta e dim vishën ati. Okej? Hajde shkojmë se e më rritë. Hej, duesh më premtu që ke më u kthy. Nuk e di që shmuj me të përmëtu diçka kur nuk është në dorën te. E di, po duesh më premtu që ke më urujt. Ki më kani kujdesshëm, okej? E po, qëta po të përmëtoj. A shkojmë tash? Do të më shku më taku me Valbonën, po shihemi ma vonë. Hajde, shihemi. Valbon, qka bane? Qaj kur zotë të prit ty që to. Qa ka tre? Më kam pranu më punë këtë klinikën. Po, në kretë këtë situatë nuk po di qka me bo, po kom qef me ndimu familjes, kemi nevoj shumë për këto pare. E di, po të kuptoj, Val, po të kuptoj që ki qef me ndimu familjes, po... Nashta nuk është koha e përshtatshme që ti me punu në këtë kohë. Familja ka nevojë që ti me u kujdes për ta, me nejt ofër tyne. E di, që ata tira me full me ty se nuk po di me kënë. Po ju thëmë nështë ta kanë mirë kuptim e ma shty pak, mos mja njës punës që tash. Po shumë mirë, i shkanë shumë mundësi e mirë. A të provojmë plasin bashkë. Hajde. Shëndetje. Përshëndetje. Jo më Valbona Gashi. Më keni pranu më punë të në klinikën e juj. Po e pata një kërkes të vogël. Po, në, çfarë kërkesa? Nëse ka mundësi që Valbona me fillu punën prej muji tjetër. E kemi një rast në familje, edhe e kom të pa mundën mja fillu tash punës. E nuk po kom qef me upë si mundësi me punu këtë të jo. Pa tjetër, nëse jeni gati prej muji tjetër, mundeni me ja fillu. Faleminderit shumë. Ditën e mirë. Ditën e mirë. Djema, po shutesh? Çfarë po shumja? Të na I ka u kuptimi kësaj fjale. Besoj se jemi krejt njëjtë. Na do të më mundu me pushu sa do pak flamor.
se na duan fuqit për në veri. E di, bile son të duhet me pushu. Si të mas ju dy. Avë ndës, najse hale. Jem të e prit gëzimin edhe pak, veç që s'ka ardhë. E folim për qatë plan që e ka. Nashta është e hajrit, nuk i dihet. Po më e rëndësishme është që është vendos Luan. Si sot, si nesër, gjithmonë mrapa na ki. Hajde gëzim, se kejtë sy e vesh jena të prit ty, a na kalzuat plan tonë. Jepi, kalzona që për një me e ka vlet pra mu të rejkë për e veriut. Unë halava është dhe me menu që i plani pramë që të edhe u koni pa menu, edhe u konë shumë i rrezikshëm. E kuptu mu atë pjesë, mirë. Ate kalzona që ka nuk është i rrezikshëm. Po, Luan, tash. Tash të kalzoj krejtë sak që ku menu. Po jepi dhe fol mo, na të pritjena, të ngujena. A nashta nuk i ide heq, nashta jetut, e na kishti mu të rejkë pa lidhje për veriut. Luan, le dhe ta kry njerë dhe të regon për planin që shosh masanej pjeri shkurt, gëzim. Unë po menoj që në veri nuk du të më shku as për mes malit edhe as natën. Në veri du të me hinkur na qelë derën dikush. Kush na qelë derën? Ivani. E këna humë besimin e tina për mes njerit lakt. A i nuk u taku pra me njerin e lakt. Edhe nuk i beson mu. E vërtet, edhe është e fështirë tash me besu Ivani njerit lakit. Se njerit lakit o konë që ka caktu vendin, jo Ivani. Njerit lakit i ka kërku për me dalin takim, jo Ivani. Kështu që tash është hala ma e ronë për me besu ati. E di, jam komplet i vidishëm për këta. Po nuk po thamë që derën na e qeli Ivani. Derën na e qeli Petari. Edhe nëse na qelë derën Petari, a i na pret me pluma. Kjo është e sigurt. Jo nëse qojmë diçka që lipa i. Qka lipa i? Flamurin. Qysh flamurin? A e kërkon kryt e flamurit. Nëse na nuk ja dërzojmë kryt, atëherë dërzojmë flamurin gjallë. Ka dole veç pak, gëzim, veç pak. Qysh për mënën ja dërzojnë flamurin gjallë, s'po të kuptoj. Nuk bëmë të keku. Harraja këtë plan. Kja rrezikon direkt jetën e flamurit. A i të e di që e të thoma s'pori, gëzim. Nuk e kam plan me rreziku jetën e tina, për këtë ide. Nuk bëhet. Nëse e këshëm kamuflu diqysh, nëse e këshëm shti diçka tjetër, ama trupin e flamurit, qysh, po menën këtë që ka me funksionu kjo ide, gëzim. O në çfarë do variante që e bojmë. I rrezikohet i jeta direkt. Në momentin e parë që Petari e shef flamurin e vron, a e kupton ti çfarë urrëtie ka ai njeri për këtë familje? Edhe unë besoj se është e rrezikshme përderisa ai çem gjallë flamurin. Ai do të me pa flamurin e me besu që është për një me. Nuk bëhet kjo punë, gëzim. Harraje. O, Luan, veç le ta kry njerë. Mas ne i këshyrim që ka po bojmë. Fol, gëzim. Na nuk e dërzojmë flamurin si njerit tonë. Na flamurin e dërzojmë si peng dikuj tjetër. Kujt ashtu? Njerit lakit. Ivani nuk e beson më njerit lakit. O ndalë mra më taku me të edhe se ka taku. E di, po i beson kur flite për këtë punë. Do të me gjetë një arsye shumë të fortë sepse njeri i lakit nuk ka dalë pram ta keme Ivanin. Po kur njeri i lakit i thotë që jam në gjendje me plotsu kërkesën e Petarit për tregun e Barnov,
Këtu ndryshojnë gjanat. E qysh, pra? Qysh m'ja bo për me shti, pra, flamurin mrena? A jena nga dikush tjetër me ta, jo? Këta do të me menu komplet bashkë. Na fillimisht do të mu kamuflu si njerëz të llakit. Na e marrë flamurin me shtim mrena. Ku e drejtojmë? Mrena jashtë veriut. Mrenën veri se petari nuk del jashtë veriut me prit flamurin për me dorëzu. Nashta dhe del. Se një ata i bën çmos për kësi dhurata. Nashta dhe del. Ti a jenë rregull me këtë plan, Flamuna? Qërë ka gjana që duhet me menu ma mirë. Ma po luan. Unë jam i gatshëm. Oj, qikat e mija, apo më ngoni diçka? Allah hile. Çka është oj nonë? Normal që të ngojmë. Çka ta don ty qefi, veç fal. I kom premtu Ahmetit që sot kom e bo fli për ta. Po diçka nuk jo mirë, nuk kom fuqi me bo vetë. Ati i pëlqenë shumë flijet. E une e kom bo njetë, e po kom qef qatë njetë mi akry. Po punon bashkë i cesëm, veç nështë a i shkon mirë mi që 2 flija se kogja kalabla kena. Unë nuk është që di me përgadit flin, po ma e pak ta shoshni u bëj. Po edhe me unë i mu diçka, ju një maj. Inshallah është hajrë. Bollë të ronde kanë marrë një vendim burat, po vendim i drejtë. Shumë i ronë, shumë. Ma nuk po di qka është e drejtë e qka ju. Po qona po e marroj hargjin për fli. Po vi edhe unë po t'nimoj valë, s'po t'lave. Firim një tani edhe mu që ndimoj. Po. Djem, unë nuk jam për këtë plan. Jo të paktën pa o siguru që nuk rrezikohet jeta Flamurit kështu. Ai njerë është i paparashikueshëm. Nuk moj me durt mi jam ja dërzu Flamurin. Luan, plan më të mirë unë nuk fësha. Kjo na qënë direkt e petari. Edhe ai gjithë shysh del me mpa mu se flaka i del. E një fort mirë ata. Kështu që plan më të mirë për mi dalë për balë petarit unë nuk fësha. Ja, Flamur. Luan, e di shka po tham. Mos ki gajlet i për mu. Vesh letësh kjo plan qelsi për me vra petarit. Nëse e bëjmë këtë plan, na do të më siguru që veç ai më kon i vdekur para se me pa Flamurin. Nëse del jashtë veriut, nëse caktojmë na venin, atëherë na muna me shtin rreth. Djem, na do të nëzo pozicionet më të mira që i kemë dhe që i kemë pamin shumë të mirë. Na do të më jaupri atyne, nuk bën milionat ta më reagu. Atëherë po mbetet veç me fol me njerin e llakit, e njeri llakit me fol me petarin se qysh po reagon. Shpresoj se nuk ka ndikuar ajo mbram që mos me besu ma atij. Nëse nuk i beson njerit llakit, atëherë gjejmë një palë tjetër që është interesuar për barna. Atëherë bro, po medet që Flamurin m'ja dërzu petarët si peng. Edhe ideja do të më konë me qitë petarin jashtë veriut ikën. Me një vend ku na shkojna paraprakisht edhe i nxojna pozicionet. Edhe reagimi jonë do të më konë para tyne. Ata nuk vinë me menimin që dikush ka me sulmu. Atë përparësia kem na. Edhe pse petari sigur nuk ka marrë vetë. Ai ka marrë me shumë njerëz ti. E për çfarë arsye? Na do të më ditë sakt zonën. Plani mirë po dogut. Besoj që gjithçka mirë ka më shkuar. Me këtë plan, nuk kena nevojë me luftu me këtë njerëz të petarit në veri. Luftojna veç me një numër të vogël. Krahasu nëse i kishim sulmu pram.
Te ke funit saki jonë është spetari. S'kem nevojë me luftu me krejt shkijet në veri. Për ndryshe, kishëm pas pasoja shumë të mëdha edhe na. Për hajna kohë, fratjem. Atëherë, nëse organizohemi mirë, nesër pelojmë punisemi. Ka të që jemi, kur do të që të loni. Përshëndetje, shef. Ivan. Qa për menon këtë ftoftë jashtë? O, Ivan. Flamurin edhe Ametin. Këta dy, Ivan. Këta dy s'po muj mi largu kur qysh për mendjes. A se do t'ju vjen dita dhe atime. Mësë brengos për këtë punë. Mësë brengos. Se për kënd brengosë më në për sërbët e veriuta. Për ta kujdeset Beogradi. Flamur. Qëto dite ma shumë që po kalon. Po më toke që nuk jom ka muj me arrit qëllimin tëm. Me thonë drejtëm, edhe unë s'po di që me shku dhejta ato mi vra. I në ndjekjet policisë, takëis, edhe në qose në zajnë, dihet që bëhet problemi madh politik, apo ndoshta e unë gabim. Jo, ki plotësisht drejt, nuk e ki gabim, Ivan. Se nëse shkojmë na, edhe i vrasim, shpinë e tyne, edhe e kuptojmë që imi konë na. Jo veç politikisht, po edhe popli qotë. E bujnë trazirat jetë kujtot, trazirat e 2004-ës. Të në shkatru, ta im popull i shmendën. Nuk pritojnë as pak me bluftu, me bo trazira, protesta. I krejt popli qotë, me polici, me krejt vinë, deri këtut. Me të vërtet nuk du të mi revoltu shqiptarët, se i kemi punë të kesh mësë ne. Munëm në prezonë dhe për veriut. Për na duhet një shqiptar me na kry punë për Ametin për Flamurin. E di, Ivan, e di. Por nuk kom qef një shqiptar me ma kry punën tem. Kom qef vet, Ivan, vet. Mi pas të dytë babë e birë në dorë. Unë mi pas ata për balë kështu. Isha kalzu që i shëbo. Ata dytë, si ma kanë shkatru jetën, karierën. Me marrë në dorë njerë. Di që kësha bu, e di shumë mirë. E kësha shkatru, ka dal, qysh ma kanë shkatru jetën. Këtë sen e kja ndru sa herë. Edhe në luft kër i vrajshë shqiptarët, kishe qef mjë dalë shpirti kadal. Se shqiptarët janë në gërsina. Nuk e meritojnë me jetu, ta du të mi shtuk për i faqës theut. E kom ditë që keni marrë ju prapë. Se atë ditë ti nuk më bëne be. Amo jemi marrë vesh. Nuk mujun me punu ma me juve. Kështu që më lini rahat. Ka dale, pret. E di që t'kina thonë që na nuk jena mo punë me ty. Po kjo është e fundit. E fundit hamomin. E di une. Nuk ju besej ma juve. Nuk muj ma me bo kur gjo për juve. Po nga një herë, tani vendosë, lena të folim një herë. Folni qka të doni, po unë nuk muj me pas më punë me juve, leni rahat. E urrej gojen tem që kom folë për atë kërkesin e petarit, se që asaj për jasho shërrin. Po, e vërtet, po nga. Ti je e vetë mja u lidhse mes neve dhe petarit. Kështu që na vinë kësa here shumë. është diçka shumë e rëndësishme edhe është diçka personale kësa here. Nëse në një mund që tash, besoj që ke bu një gjest patriotik. Patriotik?
Pse çka doni me bo djam? Doni me çliru veriuna? E keni këforin aty, o djam. Ju kthen mrapa, nuk ju la me shku në veri hiq. Jo me çliru konkretisht veriun. Po na dosh gjithçysh kësa here. Edhe kogja shumë le. Sa është kjo shumë? Goxha, edhe nuk kish shpenzime as këso here, se të janë nisë më gjithë arsye. Çka duhet me bo? Edhe pse hala nuk e kum vendosa me ju ndimu ajo. Dosh me kontaktu direkt me Petarin. Me Petarin? Une nuk ka shansa. Une duhet me komuniku me Ivonin për më kontaktu me Petarin. Një qysh ju shkoj takimi mbram që ju organizova me Ivonin? Nuk kemi taku heq me ta. Ti dhe me gjithë një arsye pse si e taku ti me ta. Gjene ju si një taku. Qka puna e takimit me Petarin? Me Flamurin. Kësa here kena mja plecu kërkesën Petarit që e ka qitë lakit. A keni vendos me evra atë Flamurina? Jo, po ti du të me thonë Petarit që na kemë të apru gjallë Flamurin. Jo mëre, ma mirë e vrasim këtu edhe ja qëmë, se mos për najk rrugës najka. Hajgare pak. Gjema, ka ardhë koha që edhe une me fitu diçka. Nuk shkon më kështu. Qka po dëmë po? Qka po lypti për neve që më na kryti neve këtë punë? Unë kom familje. Laki mo nuk është. Ta njetën kom punu me to. Unë e qatë punë di me bo. Ta shku me ti pa punë. Edhe unë duhet me fitu diçka. Tregu i bornën. Atë mjaftën. Ti punën e nje. Vazhdoje punën e lakit. Zëvendësoj e lakin treg. Kur gjithë shka përfundon, po të premtoj që te e merë tregun e bornave. E tash, bon beje që e manë fjallën? Bala, pe qatë që tash? Bal, a pe qatë që tash? Po që bëndraj. Që po qona piqes rënat? U mësova dhon me qitë flia. Nana jam kur qitë ke flia, thëjke, hajda vrau qika jam se të vymë për me mësu ma vonë. E që tash? Shef, kjo qika më tha se më ke thirë. Dëgjova ma herët që je i gatshëm me vra për mu. O që ashtu, Vladimir? Pas një dilemë, shef. Këta e baj për ty edhe për Serbian. Me ep foton edhe lokacionin tash nisna. Flamur edhe Ahmet Gashi. Shqiptar? Po, shqiptar. Këtu në veri? Jo, poshtë, në Kosovë. A janë këta që ato dy më herët që folëshe, se i kinë plan mi vëra? Pikrisht ata dy, Vladimir. Edhe ti më duesh se nuk je i njofshëm për media, as për policinë e Kosovës. Edhe mendoj që ti mas leti mundesh me deportu në Kosovë, edhe mi vëra këta dy. E vërtet, shef. Unë s'kam dosje në polici. Nuk jam shfaq shumë publikisht. Po, nuk e kuptoj që kanë ndikon kjo kur na krejt bashkë po shkojna. Jo bashkë. Vetë. Vetë? A mu i me mor Ivanin? Besoj që më kish një mu shumë. Jo Ivanin, kurse si. Krejt e din që Ivani është dora djathë temi. Unë vy një njeri që s'ka dosje. Një njeri që nuk e njojnë as policia, as mediat. Edhe dush mi gjetë edhe disa shokë që s'kan dosje në pastërt.
që me mujt me tepërtu edhe me kry punë sa ma shpejt që është e mundur. Atëherë, do të mobilizona, do të gjesh shok të besueshëm, edhe do të nisna. Mirë po... Mirë po qka? Qka e në këto pikpytje kështu? S'po më besona? Qka nëse më arrestojnë? A ka siguri për këta? Nëse të arrestojnë, Vladimir, kur se si, s'guxon me tregu që pje bashkëpunëtori jemi, a kuptum? Dush me gjetë në arsye me thonë që ke pas një problem para luftës me ta. Edhe kur se si me tregu që prej Veriut, dush me thonë jemi një komunës tjetër, me Llapnasell, Graçanic, po kur se si, mojnë men, kur se si, nuk guxon me ma përmende amin. A i të ditë kujtë më që? Të shqiptartë. E disa mlefin e kanë ata për neve. Më shtinë burg mundimshëm, ndoshta edhe të përjetshëm. A ka nej siguri për shta? Unë të garantoj për atë punë. Me listën tonë qeverit Kosovës, që nuk i menaj gjatë në burg. Atëherë, jam i gatshëm me shku, kur do që më futi. Që beri diçka me pi. Edhe diçka. Shef. Po, Vladimir? A muj mi mor vajzat me vete? Vajzat? Tja përshkon mi vrata, a me bo qef? Kamuflash. Kamuflash? Qëfar kamuflash? Kam dëgju njeri mas njeri se një person Kosovë po kërkon vajza për klubet natës. Edhe nëse më arrestojnë, unë paraqit në si makro. Jo si ubicë. Çka thu? Ama një arsye pse mu taku unë me ty. Edhe ama një arsye pak më të fortë pse pram nuk erdha të mu taku unë. Ke shumë ftoft. Ke dhe me ftoft, ha? Hajgore, bona. Dita që e nervos me mu, veç do shta me relaksu pak situata. Nuk e relaksohet, për di që më ke bo dhe ma shumë nervos. Në që se vazhdojnë që kështu, di që kemi përfëllu shumë keq. Dikun ma ftoft, akull, na i mal. Që edhe kur kanë me gjetë, s'kanë me ditë se kush je. E kuptova që e te prova me Hajgore, po qetësu, e kom një lajm të madh për Petarin. Pse nuk erdhe pram? Ti vetë e loku mu taku dhe vetë nuk erdhe. Mram nuk mujta me sjell atë që po e donë Petari. Çka është? Flamurin. Për me plotësu kërkesën e Petarit, për me marrë tregun e barnave. E kemi lokalizu. E dim ku jeton. Krejt dim gjithçka për to. Nesër e sjellim gjallë për me marrë tregun e barnave. Që jemi marrë vesh. E je sigur për ta? Dje që në që se banë Hajgore me Petarin, keme përfëndu me plumë kry. Shumë jam i sigurt. E kum pa me sytë e mi. Son të e kapim edhe ja u sjellim. Dëshmi du. Ta shovë njerë është personi njëtë, masanin e sjellme. Qëfar dëshmi e po donë për to? Unë po të thomë të abi Flamurin. Nuk je shumë i besueshëm. Dëshmi du. Qëse nuk ka dëshmi, s'ka strekt barnëv. Titër mirë. Nëse për një me ju bi Flamurin, du mu taku me Petarin, me ma siguru tregun e barnave. Dëshmi, masaj ndoshta të takosh me Petarin. Ditën e mirë.
Që të gëzim, për di për që ke ardhë. Së është plan i lehtë, Flamur. E di se ti këtë bjën bara kryesore dhe ti e ma i rrezikuar se na kreqët. Edhe? E di e gëzim. Se kom problem, di mësu me majtë si bara. Gjithmonë familje dikush duhet me majtë bara. E ku mënu shumë. E ku mënu tanë kohën, Flamur, ama për me për balja direkt me petarën është vetë vrasje garantume për krejt neve. Nështë ta ka zgjidhet mirë, se di. Nështë ta edhe që ku menu mirë. Zdia ka zgjidhe më të mirë, Flamur, për momentin. Nuk ka zgjidhe më të mirë, se. Kjo zgjidhja. Ama unë edhe është si ide, Flamur. Edhe unë e kom e majtësim. Është ide briljante. Më konë ka rëmi petarit, është fenomenal. Po një është keqa? Po njëna kesh, Flamur. Qka nëse nuk shkën që këmë planifiku? Qka nëse ti vritesh, Flamur, ha? S'me mja falë ma që ta vetës kur. Mos më lik, ju mësu edhe ma keq. Shumë ma keq. Qërë nuk e besoj që jam i pa vdekshëm, për e kom pa dekhet me sy. I kom dalë petarit për para. Dhe që nuk më kanë marë. Jam koni rëthumë së pëtis. Pikë shpresës kom pas që dalë për aty. Po përshes sot jemi bashkë, gjallë. Po, gjallë jemi, bashkë për flasëm. Po kjo nuk do me thonë që jetë atjep shansë tjetër, Flamur. Ja, si djetë aty kësim. Ashtë ta s'mu kanë hargjua la jetat. Nga, qka do që ndodhë, ty zbo mu një keq. Apo nin, është mu konë krenar. Unë vete kom zjedhë këtë opcion edhe këtë rrugë. është opcioni më i miri, që mos pak ti mundet me pru pasoja. A qa për tani mbre nëse të desë, a e sugar i shpis? A e më i miri i shpis ajo? Ha? Djem, u takova me Ivonin. Po këto e dim. Po çka tha ajse? Këtë më vra një herë, po pështova. Këtë të vra? Pse këtë të vra? Se më tha, pse s'dole në takim. Unë i thash, ke shumë ftoft, a e tani u bo nervos edhe nxori revolën. E pse mëre i thash të, për shfarë, për shka ke fara arsye pa lidhje? Po s'dita qa mi thonë, deri më kujtu, po Miriam, pështova, Miriam, mos u boni marak. Mërë kaldënë çka tha aj, edhe qysh me të puna? A po, aj po donë dëshmi për flamurin. Tha, bima dëshmin, nashta e shepetarin. Dëshmi? Për shka dëshmi? Qfar dëshmi e mëre? Dëshmi që e kem kap flamurin. Masanaj ata pranojnë takimin me ja u dorëzu. E qështu, tako e
Ma e? Shef që shje? Jo më zona, po më she. Ka diçka me rëndësi, a? O është diçka shumë me rëndësi. Ivan, jo më zonë. Kjo shoqja ka nevoj për shoshni. Unë jam ka I bëj shoshni. Tash sa u dojta me njerin e Lakit. Lakit? Që o ka do najtë tradhar? Tha se janë të gatshëm i plotsu krejt kërkesat e tuja, veç se me morë tregun e Barnëv. Kërkesa? Për çka? Tha se janë të gatshëm me ta pru edhe flamurin gjallë këto, veç se ato me morë tregun e Barnëve. Flamurin? Gjallë? Ivan? Ivan, ajo mund në ndër për më dëgjoj. Kam ma për flamurin gjallë? Qashtu më tha, edhe jo ma lërë se deri nesër, veç se unë e kërkova dëshmi. Dëshmi për çka? O Zot, s'po muj me besu. Unë me pos flamurin gjallë në durët mija. Dëshmi? Mos po mren, tasho është personi I duhur. Ivan, o Zot, s'po muj me besu. Flamurin me ma pru gjallë. Po, Laki du t'mja dhon, jo veç tregun e bana, po gjithë shka, veç të kom flamurin durë, gjallë një herë të shti. O Zot, po kjo të koka për me festu. Ivan, Vladimir, hajde gjuar! Zhiveli! Zhiveli, brate! Po kjo është diçka fantastike! O Zot, s'po muj me besu. Ivan! Djem, njeri Lakit ka fol me Ivanin, edhe I ka kallëzu që e ka flamurin në dorë. Po ai po lip dëshmi. Dëshmi? Çfarë dëshmi? Dëshmi për flamurin, që e kanë ka për një me edhe që është njeri I duhur. Po mirë po atë ka zëj çfarë dëshmi, fotografia çka? Jo, veç dëshmi tha. Po besa s'ka ka ide e keqe pro qatë dëshmi mja quna në fotografi ose video. Besoj se më e besueshme është me gjeru flamurin, mja që një video. Shumë mirë. E që ka me bo në video? Unë me mja siguru një kamerë, që mujna me gjeru. Po veç na duhet tani kamerman që merret me to. Po në di, nuk na duhet profite. Kështu që më I me gjeru. Okej bro, shkojna morëm njerin e Lakit, edhe pe bojna një video bashkë me flamurin. S'po di, sa dele besueshme nëse që jesën veç këta dy. Na bajmë kështë që njeri Lakit e ka nxorë ra flamurin, edhe e ka lidhë, po pësa jo besueshme është ballë. Atër po I bjen që ish dash flamurin me rezistua, po? Po? Kur ta kapin, ata do me rrej, për me besueshme mu kon. Po? Po mire kotrimi. A ne pja bojna pro flamurit dëshaj janë ftyrë, kështë e kanë rrej, edhe ti Armen shkën e merë kamerën. Ku përvojmë? Vidon? Pa I qësaj shpjena është ta atjem? Që më thuni jo? Jo, nuk është problem, se ata se din ku jetojmë na, në barën, kërë, në shpej më rana, s'është naj probleme, rëndësishme është vishë ta krymë sa ma shpejt. Okej, u morëm vesh pro. Amo ideja është me bo sa ma shpejt. Se sa ma shpejt që e bojna, morëm përgjigje edhe prej petarit ma shpejt. Kështu që s'po vanuam. Shumë mirë. Shërë në thyrë, kush na I bon? Flamur, sa herë kom prek ftyrën tane, e kom prek për me ta qëtësu lodhen, e jo me ta shpik rajen. Krit jetën ju mundu me ta fshi dhimbjen, e sot po e vizatoj me dorën tam. Na I kemi rrit fëmijët bashk, mes frikës e shpresës,
Mes mungesës së durimit, e kur nuk u kanë e lehtë. Po gjithmonë jemi kanë bashk. E sot, jam unë ajo që po e përgatis, për një dhimbje që se di është veç grem. Më kanë mësu që gruaja e burrit fort duhet me kanë edhe ajo e fort. Po kërkush nuk më ka thonë qysh me kanë e fort. Kur po e përgatis burrin për me u dorëzu në dorën e vdekjes. Val, atë vazhdoj unë për shoti pak. O, Zot, nëse më dëgjon, mos ma kthe burën hero, po ma kthe gjallë babën e fëmijëve të mi. Ma kthe njerin që din me ule e mja mas këpuca djallit tonë. Nëse duhet me i marë plakt, merri këto të ramet, e mos ja jap ato të vërtetat. Ja, më mora kamerën. Gati jam. Tash për pak vjen Luani me njërën e lakit. Gjem gati jo muna, vegjirojmë atë video. Më duke se erdhë Luani. Po e lo këtu, le të do këtë pak ma e besueshme si dhomë diqysh. Është mirë, qështu? Mirë je, mos lëveshëm. Po unë do të me leviz për me dalë ma e besueshme. Unë nuk do të me najtë si robot. Ka një lëves pro pak. Hej, hajde, a jena gati? Apo shkojmë? Pret, veç ta që dritën. Hajde tash. Flamur, ti bone kështë që të kanë rej. E di, thonë, hajde se gati. Aksion! Flamur, përshëndetje petarin, se nesër kena me të qunë veri, me të vraj me dorë të vetën. Nale, veç pak. Pse e dhe që shtë? Po i thash që le të del ma besueshme, ma original mu dok. Po nuk ka nevojë për ashtu, ti mjafton veç me dalë ka mirë, me të dhe në rregull është. Ose adë qysh. Ti veç toj që Ivan, kjo është dëshmia që ma ke lypë dhe qash, kur që ma shumë zbë, hesi s'ka nevojë. Aksion! Ivan, kjo është dëshmia që i ke kërku. Flamuri. Pse po sill? Po, ma original bre mu duk ma besueshme. Qysh? Ma e besueshme. S'pengon Luani që po thot tuje veç fjallën që ki me thonë. Si jem të bo filma këtu. Po ky, kur po thot aksion, mu po më duket që jam vetja në film. Ma thuj pra aksion. Hajde dhe një herë, Armen, mos tulli aksion. Hajde dhe një herë, bëne. Ivan, kjo është dëshmia që i ke kërku. A thash mirë? Pret, pret. Pse pret se mirë e thash tash? Ka marru me prej krec. Hajde dhe një herë, qështë që shëbone, njët si ma herët, kur që mas ndrysha? Armen, hajde, mos tulli aksion, a bo. Hame, Lili, mos më thuj se më ke pru arën për e atynve që ti kanë këthyje tash do me mishit mu. Jo, nuk është ashtu trim. Nuk bëja se punë nësune. Te din që të kom shok më ti. Shok? Qfar shoku, Lili? Po get për atyne fjallëve që ke njëse që kanë bu dukës, e tash po më thu shok, ha? Lili, na e di mirë se qfar shoshni e kemi deri tash. Po nejsi. Jo, trim. Nuk është ashtu. Te din që të konsideroj shok më ti.
Lili, që ka të re? Që kam këthirin me kaq urgjencë, se s'kam kohë. Kom me ta dhom një lajmë të rëndësishëm. Qëfar lajmi? Mos po pret me dhënë pare prapa? Lili, keni edhe me fola e ca unë, nuk kam kohë me të pritë dhe nuk kam para ma me dhënë. Shihemi. Prit. Kom një që Duka nuk e ka harru atë që e keni bo, ti edhe familja Gashi. Duka? Edhe? Qka tash? Qka po deka me boj? Nuk e di sakt që ka bo plan, po e di që është të bo diçka kundër juve edhe familjes Gashi. Lili, mëso ma mirë se qka ka planifiku për mu. Edhe hajde ka lëzëm. Regull? Se e di që ti mundësh me gjithë informata. U kry, është do me thonë prap shok jema, po? Në varat? Se qka mundesh me mpru informata që më duhen mu. Shihemi. Njeri lakit se t'ja qenë videon pëtarit. Të këqyrim që bëtë taj. Sa unë të besoj definohet gjithë shka. Ta është po presim qka për në thë taj. Nana edhe nuset e kemi bo këtë fli e ju boft mirë juve. Hani djem. Hani ju boft mirë. Hani mori qka po pritni? Hani se nesër kem dasëm. E shqiptarët nuk mërzitën pe i dasma. Këtë ditë mati e kena prit. Pusht janë për neve e jo për animikun. Në koft për hajr dasma, o djem. Shumë mire ka. Shumë mire ka baba. Dasën matë mirë, shpiton s'ka pas. Merë plemur. Ja nemam više razloga da te ne volim. Cijele noći lutam, ulicama pustim Danka. Kako da ti kažem, ja koliko te volim, o Danka, ti života moj. Ivane, dođi vrate, dođi, slavimo mi. Dođi, sedi tu. Ivan. Evo do meni, sedi tu. Ivan. Sedi tu do meni. Po shpresoj që ke sjell lajme të mira, a? Që ku I ki lajmet? Ta shojmë se që ka mrena që tash. Çka është ajo, Ivan? Njerëzit e Llakit thanë se kanë dëshmi për flamurin këtu. Kështu Ivan? Kështu e të shumë?
Flamuri! O, zot! S'po muj me besu, Ivan? Ivan, kjo është dëshmia që ke këtë punë. Jo. Sliko. Shef, a që kë? Po, Ivan! Që kjo është Flamuri. Që kjo? Që edhe njerë të shoh. Ka ko që e ke prit, ha? O, zot u mërë momenti, ha? Momenti jam! Ivan, go, nesër. Hish ma larë se nesër du me pas Flamurin durt mija. Ivan, nesër! Sa këto e terminin me njerë, për nesër me dërzu Flamurin. O, burë vesh, sot kina fest! Fest kina! O, zot, Ivan! Që le venën ma shtrejt që e kena shpi. Fest! E qeli venën ma shtrejt veç se tja konfirmoj takimin për nesër, ha? Urime, shef. Urime që ditë ke prit. Kjo nuk ka fest ish për ti. Po për këtë Serbion o kjo fest. Për këtë Serbion. Aje, Zhiveli. Zhiveli, brate! Ja! Muzika! Čekaj nam, Flamure! Čekaj nam. Tamo daleko, daleko od mora, tamo je moja selo, tamo je Srbija. Tamo daleko, daleko od mora, tamo je moja selo, tamo je Srbija. Tamo daleko, delimo tvrnje žut, tamo je srpskoj vojci bio je jedini put. Tamo daleko, gde cveta limun je žut, tamo je srpskoj vojci bio je jedini put. Sutra idemo svi skupa na Balkan, osvetmo brzo sada naš glavni Vidovdan. Sutra idemo svi skupa na Balkan, osvetmo brzo sada naš glavni Vidovdan. Osvetmo brzo sada naš glavni Vidovdan. Živeli, neka žive Srbija!